Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me podcastin e radhës Arena e Yjeve, prodhimi i Telegrafit që transmetohet çdo të shune edhe në RTV Dugagjini. Përshëndetje për gjithë shikuesit tanë. Lavdim pa filluar bashkëbisedimin me të ftuarin e radhës, fillimisht i falenderojmë sponsorat që na qëndrojnë pranë, siç janë Mucha Solar, Pro Transport, Patos, Dentfix dhe Lashko. Dërsa me neve këtë javë është ish futbollist senior, tani rreth një dekadë trajner, gjithashtu i mirë njohur dhe i suksesshëm Bekim Yusufi. Përshëndetje Bekim, mirë se vjen në Arena e Yjeve. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi të jem këtu në podcastin e juaj, edhe pse në kohën e fundit ju komik, po besoj se kësaj herë s'munda t'ju them jo dhe pranova me kënaqësi. Faleminderit. Bek, siç e tha dhe shkumbini, se Bek po them se ka shumë vjet që divina. Keni luajt një kohë shumë të vështirë kur lu futbollin në Kosovë, ja keni nisë bashkë atë kohë vitet e 90-ta kur kena zhvillu futboll paralel, edhe në për ara, në për fusha shumë të vështira, po pastaj edhe pas luftës një kohë keni luajt edhe tash jeni trajner. Apo na kujton fillimet e para tuat me futbollin, çysh ke fillu? Është interesant se karrierën kam filluar në 3 etapa. Etapa parë ka qenë në ish Jugosllavi, ku në atë kohë seleksionimi i fëmijëve ka qenë më ndryshe se sot që bëhet, dhe të them të drejtën atë kohë isha pioner i Crvena Zvezdës së Gjilanit, në atë kohë garante në ligën e dytë federative të Jugosllavisë. Shumë e kemi folur. Dhe aty kanë qenë ato zanafillet e mia si lojtar, ku isha i zgjedhur nëpërmjet shkollave të futboll, po mënej shkollës, ku ishin arsimtarët, profesorët, dhe aty ishte për zgjedhja diku prej 80-100 futbollista. Pastaj ishte një lloj reduktimi ku bënim lojë dhe vjen deri te 24 lojtar, ku në atë kohë mendoj në qytetin e Gjilanit ishin 24 lojtar pioner të klubit futbollistik në atë kohë të ish Crvena Zvezdës së Gjilanit. Dhe aty ishin ato fillet e mia, po menjëherë mas asaj kohe mendoj filloi largimi nga institucionet, largimi nga fushat, dhe është një etapë tjetër ku prej një, them kushtimisht, prej një luksi, prej një standardi si ndirë si futbollist kalon në jo fusha, po në ara. Dhe me thonë, edhe kjo është ai përjetimi të cilin e kemi pas, dhe ndoshta gjenerata jonë për atë jemi edhe më të pjekun, edhe më të durueshëm, se kemi sakrifiku dhe kemi përjetu gjithçka. Dhe kjo është, do me thonë, ajo kalimi, pastaj në klubin futbollistik Drita. Do me thonë, këto kanë qenë vitet, më zgabofsha vitin 91 ka qenë ligje për deri në 18 ekipe. 18 tani bojnë ndojnë 4 grupe. Po, atëherë, do me thonë, fundi i vitit 91, unë e përfshina në klubin futbollistik Drita, në atë kohë me shumë emrat njoftën, të cilët kishin luajtur edhe në gara krajinore edhe shtetërore. Dhe viti 92 është ai viti ku unë filloi të paraqitem në formë standarde për klubin futbollistik Drita. Trener, ti vjen nga Gjilani, edhe normal që ato janë 2 klube, Drita dhe Gjilani. Njihen për një derbi shumë të zjarrt lokal, për ma të zjarrtëve në rajon, mujna me thonë. Te ke përjetu edhe si futbollist edhe si trajner. Na trego pak të ndjesit, si është me përjetu si futbollist dhe si është si trajner. Cilla më vështirë. Përgjithësia si trajner më vështirë. Po, e para është interesant se unë kam qenë në atë pjesë ku është bo ndarja e 2 klubeve në vitin 95. Do me thonë, edhe ndoshta nuk e din me disa e kam përmend që në një ndeshje të play-offit shkomi 2 ekipe të futbollit, 2 klube të Dritës, po të ndam me 2 kryesi dhe të luajmë kundër Prishtinës në fushën e Dykurrikut në Dragodan. Dhe pastaj vjen deri te një marrëveshje ku arrim që të paraqiten ata lojtarë të cilët kanë luajtur gjatë vitit. Dhe prej asaj dite formohet ardhja e sipër në qytetin e Gjilanit, formohet klubi futbollistik Gjilani në 95, dhe ne me disa lojtarë të cilët them drejtën prej futbollit vogël i morëm dhe i futëm në autobus vetë të kemi një ekip që të luajmë kundër Prishtinës, dhe aty formoi riformimi, po mendoj, me një grup 3 i Dritës. Dhe kjo është
Kështu ka fillu Zanafilla e derë. pikërisht, domethënë për këto deshta mos ta humbi. Thelbin, Për shka është interesant derbi. Dhe ato vitet e para, domethënë viti 95-96 është që garojmë në një grup ato të cilët lavdimi në se është boli Grupi grupi Ferizaj, Dugagjin, Mitrovicës dhe Prishtinës. Dhe aty fillojnë ato shkëndijat e para ku ne në fushën e Malishevës ku në atë kohë të improvizuar për një lojë futbolli, morëm pjesë dhe është interesant se ndeshja e parë kemi qenë duke humbur 2-0 dhe ndërpritet e lojë humbi në parforfe 3-0. Mas stinorin tjetër luajmë 2 ndeshje, fituam në ndeshjen e parë 2-0, mas 3 ditë fituam për kup 2-1. Dhe është interesant deri në momentin e para luftës kemi zhvilluar mos gabofsha 2 ndeshje dhe të gjitha Gjilani për derisa kum qenë une lojtari ka fituar në tavolinë. Unë si lojtar s'kum humbur asnjëherë në fush, bile edhe një ndeshje mas luftës ka qenë për kup, ku në ndeshjen e parë kemi fituar 1-0, në ndeshjen e dytë kemi qenë duke humbur 2-1, 3-1, pastaj është ndërprej loja. Domethënë këto janë ato periudha të cilat si lojtar kjo ka bojnë unike dhe sot pse quhet derbi. Domethënë se kemi qenë 2 grupe të lojtarëve, ndoshta pikërisht të Gjilanit, dhe aty ka pas ato vibe i cilit mas nej o transmetu që mundon ende të arruajnë dhe kjo është ajo bukuria e derbit. Ndërsa si trener, të them drejtën, normal, është ndjenje përgjegjësisë. Është ma me përgjegjësi se tash je duke i menaxhuar lojtarët, tifozët dhe qytetin. Jo deni fort mirë, aty ndahet gjithçka në dyshe. Dhe kjo është përgjegjësia më e madhe. Po fal Zotit, fal fatit, mirë kemi kaluar edhe në këto ndeshje, po them është një emocion i dyfish të cilin kisha dashur si cilët më adhuru dhe me pas se si është ti jesh prezent edhe si lojtar, po edhe si trener. Te drita bek edhe si lojtar i keni fitu, krejt edhe si trener, a e përmbush këtë pjesën e dritës komplet, domethënë e ke fitu titullin edhe kupën mas luftës e Bilash, një foto në stadion të Prishtinës me kupë kështu. Është interesant, ndoshta unë kam qenë shumë i lidhën se gjithçka në atë kohë është lidh me dritën, në atë kohë është lidh krijimi i tifozëve intelektuale. Ka pas ekipin shumë të fortë. Ka pas investime të jashtëzakonshme, domethënë indjeri Selami Osmani, ai ka bo revolucion të drita, ka pru yje, ka pru lojtar, po ka bo organizim, edhe unë shpesh e përmeni mënyrën se si ne jemi trajtuar në atë kohë si futbollist, ndoshta tek tash kanë arrit nivelet e dritës së Ballkanit dhe shumë pak ekipeve, për shkak se e them shpesh që mas stërvitjes kemi pas drekën apo darkën. Lojtarët kanë pas benefite të jashtëzakonshme, gjatë që në atë kohë kanë qenë këto e me kalimin e kohës, e folëm edhe më herët se si është zbe pak futbolli, u zbe vite 2000. U zbe edhe investimet edhe njerëz të cilët dhe thatë që kanë orë shumë emra të njoftun, po dhe sukseset nuk kanë munguar në klubin futbollistik Drita. Bek përveç dritës ke lu edhe te Besiana, Keku dhe Flamurtare dhe këto 3 klube të mëdhaja në atë kohë sa ke qenë ti futbollist. Na kujto pak kohën, ku ke kalu nështë ma mirë dhe cili është trofeu ma i vlefshëm në karrierën tonë si futbollist? I ka pyetjes pak lavdimit, po kthena. Ata të cilë më ka dhonë Drita, gjithmonë e kum pas në mendje se si mund t'ja rikthej. Dhe më thonë, më ka bosi lojtar, më ka dhonë mundësin dhe më ka mbështetë si trener dhe mendoj se në përgjithësi ja kum arrit. Do më thonë, edhe si trener mas sa viteve kemi fituar titullin e kampionit, kemi fituar një superkup të cilën i kam munguar dhe më kam munguar si lojtar se kemi humbur disa ndeshje të superkupës, në bile në një ndeshje kundër Dritës, kom qenë kundër tyne kena fituar dhe kjo është që jëm përmbush në ato të cilën më ka dhonë mu, kushtimisht në këtë rast Drita. Ndërsa këto ekipe, Besiana, Keku, Flamurtari, janë 3 lloje ndryshme të zhvillimit tem si futbollist. Në Kek është interesant se ndoshta mbas Kekut askush s'ka arrit ta merr
Pi ligës parë. Pi ligës parë, kupën dhe superkupën. Po, në atë kohë kanë qenë disa investime, disa bashkëlojtarë të cilët janë pru në kek dhe kushtet të cilat i ka ofru keku, do më thonë kanë qenë do nivelit edhe të Superligës dhe përgatitet të cilat i kemë bo në atë kohë me lojtarët, ndoshta edhe të kombëtarës kanë qenë, mës të hitash me emra, ti ceki, ju e dini ata të cilat janë. Dhe kemi arritën, do me thonën, shumë, kemi arritur të marrëmi kupën, të fitomi superkupën. Të flamurtarë është diçka që e ka një vibe mbrenda që s'mundet me pas as një klub. Ndoshta sukseset ka mungu, po në qofse vibe ma hollës është. Në qofse ke shku dikon ma herët stërvitje ka qenë flamurtare, do me thonë, edhe me kushte, edhe pa kushte, edhe pa të ardhura, edhe me shumë defekte, po kur ke hy aty mbrenda je një milioner. Do me thonën, janë disa klube ato që cëllën të japin, edhe pse me thonë drejten, kemi marrë pjesë në një finale të kupës kundër Lirisë Prizrenit dhe kemi humbur në penalti, do me thonë, nuk o që edhe nuk është prodhu dhe s'është arrit në një qëllim. Ka qenë ekipi bukur i fortë në kohën kur ja konë teme. Ka pas lojtarë të jashtëzakonshëm. Meksikon shumë të ri edhe. Po, kemi pasën. Edhe fillon lojtar për Shqipënisë me orë. Jo, pak më herët lojtar erdhën, tani ky ka qenë viti 2005-2007. Po në atë kohë është interesant se kom kry edhe shkollimin për trener. Do me thonën 6 muaj, ku marrë leje dhe kom shku në Leipzig, ku kom fitu një farë burse për shkollim. Dhe atje për shkak vendeve të cilat s'kan qenë të pranuar në UEFA dhe FIFA, fondit të cilin është mbledh për kampionatit botnor në Gjermani për zhvillimin e trenerave të ri, dhe aty ku marrë pjesë dhe ka qenë, po them, ndoshta ajo nisma e një shkollimi që ndoshta mu sot ende më ndihmon se si duhet të sillesh dhe të kesh një etik të përgjithshme si ndaj kolegëve, trener si ndaj bashkëlojtarëve, si lojtarëve, si stafit apo dhe kryesisë së klubit. Tjetra është me Besionën, kom qenë edhe aty në 2 periudha, në një periudhë kom qenë ku është fitu gjithçka në Besion, po s'kom pas drejt loje. Pastaj jam rikthy në një kohë të shkurtër, po kom pësu një lëndim dhe nuk mund të zgjas më shumë. Po e tham në fillim të emisionit, këto ekipe në atë kohë kanë qenë ekipe shumë të forta. Kanë pas një curi, sot nuk është Besiana, sot nuk është Hysi, po njerëz nuk mund me mendu që në atë kohë ka qenë kushtimisht si një Ballkan, e disë sodit. Bashkë si shembulli ma konkret është. Ne kanë pas që ato 5-6 vjeçarin dhe 10 çdo klube është shumë të fortë. Plus Besiana ka pru ekipe të jashtme edhe për të luajtur ndeshje. Po, ndërkombëtare, kështu që njerëz nuk duhet mi harru këto të cilët kanë bërë klube, se ata kanë zhvilluar sot që kemi ndoshta edhe zhvillimin e futbollit apo mbjetimin të cilin sot këta tri e kanë. Admetet Peng që në karrierën si futbollist nuk e arrit me lujt jashtë vendit, edhe pse për Kosovën ke bu paraqitje. Është interesant, nuk është që kum pas një tentativë edhe para luftës në vitin Muzgabofsha 96 vjen një shok dhe më thirr Nejmedin Haxhiu, menaxherin atë kohë, dhe unë shkoj në Maribor. Në atë kohë Ismeti Munishi shkoj në Turqi dhe unë shkova në prova në Maribor dhe aty qëndrova diku ndoshta një muj, Muzgabofsha plus minus, dhe po me Dragusha në atë kohë ishte ndër lojtarët më të mirë në ligën e Kosovës. Kam rri me luajë dhe Bundesliga. Po, pastaj pas një kohë. Edhe ne shkojmë atje, po unë nuk kisha përvojë apo nuk kisha mbështetje për njerëzve se si duhet më trajtu, më rekomandu, që do të me qenë maj durushëm. Unë isha një farë djali këtu në qytet Gjilanit, pak i njoftër dhe mendosh ama mentalitet shkoj atje dhe tash gjithçka sillet rreth meje. Edhe po fati në fatkeqësi ka qenë që në atë kohë ka qenë edhe një selektor, edhe trajneri i Mariborit, po ka qenë edhe i përfaqësues së Slovenisë, dhe i kuaj në përgatitje Slovenia në atë kohë kundër Çekisë, dhe unë mbeta me këtë stafin tjetër dhe aty filluan mos pajtimet, pastaj pata një ofertë, shkoj
si huazim në një klub tjetër dhe nuk pranova. Gjatë që po të kisha njerëz të më orientojshin, më këshillu, atëherë unë ndoshta do të realizoja huazimin edhe më absolutisht. Po them, gjithmonë njëri nga njëre në një kohë nuk ka dikush i cili të këshillon dhe e din rreth futbollit dhe pastaj u ktheva mbrapa, fillova prapë të luaj në Ligën e Kosovës. Kum pas 2-3 përpjekje të cilat kanë qenë Turqi, po jo të suksesshme dhe kjo është e gjitha e cila sillet rreth meje për një ide të luajtur në Evropë. Me kem të kalojmë te karriera si trajner kur ke fillu. Ke fillu pikërisht te drita te klubi jot i zemrës. Me thonë kështu kushtimisht pasi kohën më të madhe e ke kalu edhe vjen për jashtë i qytetit. E ke marrë në ligën e parë, ke arrit me ngjitën në Super League, edhe veç se ke fillu me kriju një farë filozofie të lojës me lojtarë si Gjevdet Shabani, Bujar Shabani, Armel Kastrati, Gërbeshi, po. Leoneta Abazi u fat prezantu shumë i shpejt, nana më ke shumë vështirë. Se kujton pak këtë kohë, këto fillet e para të karrierës si trajner. Unë vitin 2009 më zgabofsha isha në Kek dhe dhash përfundimin e karrierës. Edhe pse në Kek ishëm në vendin e parë dytë luftonin për Super League, po ashtu erdh momenti dhe vendosa të largohem. Pastaj mora një ofertë të puna koordinatori shkollës futbollit dhe aty par disa lojtarë interesant të ri ku patën disa ndeshje dhe me njëherë mas përfundimit të kampionatit u filloi drita u organizu, ndihmova në organizimin e dritës dhe mora ekipën dhe patëm sukses. Them të drejtën, ndoshta në atë kohë nuk e kisha eksperiencën e tash dhe në atë kohë shumë energjia të ka plën dhe mendon shumë diçka tjetër se nuk kisha guxu sot me aplikuat një të lojës dhe me marrat atë guxim. Që shku ma sigurt pak. Tash është diçka këtë më ndryshe, tash je pak më i përmbajtur. Po edhe luanim futboll, edhe arrinim suksese. Edhe duke falenderuar edhe tifozëve, të cilët them të drejtën, edhe si lojtar, po edhe si trajner, nëse nuk bën lojt mirë në dritë tifozët kur i shef ulur dije që nuk e bë kur gjë. Kështu që kjo ka qenë ajo motoja që ne të zhvillojmë futboll të bukur që tifozët jenë këmbë dhe ata neve na përkrahun, se dihet se tifozët përkrahun kur jenë këmbë, jo ul. Në momentin që je ul je si në teatr dhe nuk janë më ata tifoz. Dhe arritëm të futemi në Super League dhe prej atij viti mos gabofsha drita nuk ka pas probleme. S'ka pas. Dhe nuk ka ra prej I ka lyti barazhe. Barazhe ka pas, pikërisht, po nuk ka ra. Dhe viti tjetër është interesant se kemi aplikuar një ndër futbollin më atraktiv, edhin. Lavdimi që me një sistem 3. Po, 3. Na ishëm mësu 4-4-3 ose 4-4-2 klase këtë Kosova dhe lu me 3 mrapa. Me 3 ndryshimin e skemave edhe posedimin e topit në atë kohë kemi pas dhe është bo një atrakcion dhe jemi konë deri në fund të kampionatit për titull të kampionit. Po, normal që përvoja Prishtinës në atë kohë, futbolli ka qenë pak më ndryshe, arritën të na marrin neve titullin, po them, mos ta harrojmë në atë kohë është bo dhe rinovimi i stadiumit. Edhe kemi pas kushte të jashtëzakonshme për të luajtur. Kështu që kanë shumë mirë në Gilan me lu futboll kon perfekt. Dhe konën për keqardhë ti në atë fush mos ta aplikosh futboll të bukur. Do të thonë gjitha faktorët që mbledh aty që ti kish mundësitë për të aplikuar, po ata që e thatë edhe ju ka pas lojtarë të cilët i morëm në disa vende, për shembull Gërbeshin atë ku erdh. Shumica kanë luajtur ligë të parë ose veç në sezon Super League kanë luajtur edhe Erdin Hashanin e morëm. Edhe ata të cilët e Leoniti dhe Ardin e morëm prej shkollës së futbollit, prej ekipit të juniorëve Masnej edhe disa të tjerë gjatë rrugës. Kthym Samir Ramizin prej Drenicës dhe u bë një ekip me harmoni të mirë, me cilësi të mirë dhe arritëm edhe nivelet tjera ku edhe lojtarët fillun edhe të njifën edhe të paraqiten. Po është interesant për Gjevdet Shabanin një historie. Po. Stërvitjen e parë vjen edhe unë kisha pa të luajt në Lepenc.
kishte numrin 8, mos gabofsha, edhe unë paraqes një drejtori të klubit, ai thot, ai i sigurt që ky është Xhevdeti, thon, po ky është Xhevdeti. Po pak kështu i dopt hallig. Si ishin mësu futbollistat të qenë të mëdhej. Edhe çka e shoh unë hit, Xhevdeti apo thot po, thon por ky është. Okej, po ta mush synin. Edhe nëse vjen stërvitja e parë, e shoh ato seanca stërvitore, pak të mundimshme dita e parë dhe e shoh Xhevdetis sunë përballë stërvitin edhe afrona. Tash mos e kam marrë në kënd tjetër. Po, e them çka ka ndodhur, unë kur s'kum vrapu. No, ka shumë në jetë. Unë kur s'pedi futbolli që po deshka. Edhe thot vish një sen trener thot që Mohamed thot unë kam qenë futbollisti më i mirë. Në atë kohë si fol Xhevdeti pe citoj thot hashër ku me ta bu ligën e Kosovës. Edhe me të vërtet çfarë dul. Çfarë të dul me një dia të kon jashtëzakonshëm me shumë potencial. Në intervistë ma kujtoj kolegu jon Romako thash ku ata më apo dritës tani reportazh ta se luj kemi në atë kohë dhe tha po du me marr këtë lejtar tha ma bëm beka trenerë tha merre Samir Hamizin si ky lejtar ka me luaj jashtë shumë shpejt. Edhe nuk shvonoj shumë edhe dul. Samir Hamizi dul me luaj dhe është pe e përmendur para emisionit që atë kohë kon një 3-4 vjet që na s'kena mujt me çit lejtar jashtë. Edhe kon një far shtysë edhe për futbollin. O kon një far kohë ku futbolli pak u lën anash për shumë arsye. Po është interesant edhe jo me Samir Hamizin, po dhe me Romakun është interesant se si vjen të paraqitet për herë të parë edhe në atë kohë nuk ishim mësuar as si lloj gazetarit vjen edhe në atë shtëpinë ku ishim na si klub unë jam si gazetari i ri edhe me dova që është me mi thona e mon men se si ka qenë intervista e parë. Edhe të them drejtën unë nuk e njefsha dhe Romakun. Edhe unë jam Romaku, gazetar, okej, hajde, edhe ulëm aty bisedum, i zgjenum edhe mu merr mirë për dëshirën se si ai e shpreh dhe sot bashkë me juve është një ndër gazetarët të cilët kanë ndikuar shumë në avancimin e futbollistëve. Po te Samiri është interesant, bëri një 6 muaj është jashtëzakonshëm. Një lojtar i cili jap do golla. Ka qenë shumë kreativ. Edhe ka luajtur në 2 fazat, po në fund të stinorit ne ishim në vendin e dytë ato të cilën thash dhe vjen thot trener thot kam një ofertë në Zvicër edhe tash ishte ajo që unë i ndihmova po si është mundësia me shku thom a ki para s'ki para pse thot që se s'ki para unë të jap ty parat edhe ik. Normal që për neve, për mu si trener, ishte për ekipin vezojnë. Absolutisht se ishte ndër lojtarët kryesor, po për në aspektin personal për ta, ka njerë në atë kohë është dasht të mirë kjo parasysh, dhe sot Samiri është... Edhe sot është gjëna mos milion lojtarë me dalë me bo kavartimin e lema. Me thonë drejtën, shumë lojtarë të cilët kom pas dhe nuk i kom ndalë për interesat mia, edhe nuk e bëj. Me thonë pavarësisht që ne si trenera kemi qef të marrë tituj, ndoshta sot kom lojtarë të cilët edhe në Malishev kom qef që mas një kohë po edhe mas 2 muaj të jenë në nivele tjera. Pavarësisht që mu m'lojnë keq, po është diçka për ta personale, profesionale që ata ngriten edhe avansohen. Edhe në atë kohë kom pas atë mindset që nuk më duhet për interesat mia. Pavarësisht që ndoshta për mua ndikon ajo se në zhvillimin e karrierës time apo atë në sevin time, po prapë unë jam i kënaqur sot kur i shoh disa futbollistë që kanë mri majat e futbollit dhe unë kanë qenë me mua dhe i kam ndoshta një fjalë apo një shtytje e kanë ndihmuar aty të arrin ato mendimet apo ambicjet të cilat i kanë pas. Trajner pas një kohë larg dritës u riktheve te drita edhe përjetove titullin kampion si trajner. Se përjetove këtë titull edhe na kujto pak kohën kur ka ngare forte, që atë vetë konë me Prishtinën kry. Po. Edhe i ardhën mos gabofsha mas 3-4 gjëra. 7 gjëra, mos gabofsha plus minus. Është interesant.
Edhe i gjan bajagi lojtar që i ke pas edhe më herët i gjan edhe nuk e pat fillu drita mirë atë sezon. Nuk e pat fillu mirë, po. E fitoi një lojë me Prishtinën Musafir 1-0 edhe çato janë. Ndeshja e parë lut mos gabofsh Andrenas. Po. Fitojnë edhe tani bojnë do humbje keq këtë domethënë. Po grupi si grup ka qenë i mirë dhe ka qenë ndoshta viti i dytë i ardhjes së njerëzve të cilët sot janë ndritojnë. Viti i parë ato të cilët në barazh dhe filloi rikonstruimi i ekipës, kishte fjalë që shkoj, kishte edhe jo fjalë, kishte shumë gjana të cilat e bojnë të madhe qytetin apo klubin e futbollit, për shkak se është një klub me tradit, edhe unë e pranoj ofertën dhe bisedoj me drejtuesit e klubeve dhe në atë kohë drita ishte më zgabofsha në vendin e 5 dhe ju betona që marrëveshja e cila ka qenë nuk ka qenë të timin e kampion. Do shta të ndjekim kupën, për shkak se ishëm në garë për kupë, po edhe të jemi në mesin e 4 ekipeve për shkak investimeve të cilat ju mbon atë kohë. Edhe fillova une me një grup lojtarëve të cilët veç i njefsha në atë kohë, i kisha pas edhe si lojtar më herët, edhe normal, nuk mund ngon të cilësia në atë kohë, ndoshta mund ngon ke personaliteti një trenerit i cili brenda dhomës së zhveshjes e jep fjalën kryesore, dhe aty filluam ndryshimet, morëm ndeshjen, do më kujtohet ndeshja e parë kundër Liris 3-0, një futboll i bukur, po si dhe futbollit jetë i keq, na barzuan 3-3 dhe në sekondat e fundit morëm fitore 4-3 dhe aty filloi ndihet dhe po ne fillova dhe ta di ekipën se si funksionoj, domethënë edhe gradualisht me dështimet në atë kohë të Prishtinës në stinorin e ardhshëm arritëm ta reduktonim, mos gabofsha Prishtina humbi një ndeshje kundër Drinicës, ne fituam. Pastaj aty erdh ajo se nuk ishim në atë kohë, ishte Ferronikeli, ishte Prishtina, më zgabofsha edhe Zdikush ka qenë atë kohë ekipe fort, po gjithmonë që problemet dhe stagnimet ju bën Gjilani në atë kohë. Do me thonë, ndeshjen kryesore ne barazuam, ne Prishtina më zgabofsha fitoj jashtë dhe aty erdhëm. Erdhëm po si ngatu, si pik, ne ishëm një pik apo dy para. Po them është një ndjenje e jashtëzakonshme. Nuk është vetëm arritja e titullit, por rruga se si kemi ardhur, domethënë duke besuar, duke ndërtuar ekip, duke ndërtuar harmoni mes lojtarëve, po është një gjë e pamoshme që në këtë rrugtim ndihmë të jashtëzakonshme na kanë dhënë edhe tifozët. Ju kujtohet juve ajo ardhja e tyre në Peku kemi pasur ndeshjen finale. Dhe shpesh se thëmë që sukseset e dritës nuk diskutohet që krahas investimeve të kryesisë, shtabit teknik e lojtarëve, po ndihmës më e madhe kanë meritë edhe tifozat. Po, edhe në atë kohë kemi pas një futboll të jashtëzakonshëm. Domethënë, kemi pas një futboll shumë sulmues, me lojtarë të jashtëzakonshëm, mos timi përmend emrat, Deni Fortmi Pastrioti. Domethënë, një grup i lojtarëve të cilët po interesante kon kemi pas 13 lojtarë, ke pas karaktere të forta, 13 lojtarë karakter të fortë dhe secili ka pas personalitet ndryshëm, po e është dashur aty të kombinohet dhe kemi marr prapë themi maksimumin mirën e vetë. Dhe finalja ajo, një ndeshje finales kundër Prishtinës, aty barazojmë, aty shpallëm dhe unë mendoj se në atë kohë ka qenë ajo përmbushja ime e një objektivi, një qëllimi si trener. Pastaj garat europiane filluam, aty kemi dështuar. Pa dalë te garat europiane, pasi fitu titullin, ja u kanë ofruar rinovimin edhe në kontratë kom 5.000 euro nëse del sërish kampion. Çfarë ju ke thonë ti? E para është në marrëveshjen time, ndjen se si janë kontratat, bonuset, dhe kum pas një bonus dhe kum thonë jo. Nuk e duket bonus për shkak se nëse ne bëhemi kampion, nuk më duhen paret vetëm se të shpallemi kampion. Po nëse këto i çoj
ndonjë shoqat humanitare apo ndonjë familje si ndihmoj. Mos gabofsha ka qenë shumë atë deri në 10.000 euro, nuk gaboj. Edhe nuk e kam pranuar dhe nuk e kam lëshuar këtë kontratë, domethënë unë kam thonë jo, s'kam nevojë për këtë shifër të parave, po vetëm të arrimi objektivat, qëllimet. Edhe kam thonë vetë kjo ka qenë, domethënë ato të cilën e kam ni krahas dëshirës të madhe, se normal se ka qenë pak një ëndër e paraalizueshme, paret në atë kohë s'kan qenë shumë, kuptim plom sa kanë qenë me arrit një qëllim apo një objektiv. Dhe pastaj sidomos në atë kohë në Evropë që po, edhe pastaj vinë ato renovimet, po vinë edhe ato jo përmbushjet e aty në kërkesave të cilat unë i kom dëshiru si trener dhe mendoj se ndahemi në mënyrë shumë friendly, shumë paqësore. Unë kom arrit ato qëllimet, domethënë arritja e titullit kampion, fitimi i Superkupës ku ka qenë për shkak se ka pas shumë polemika apo diskutime se drita apo Prishtina në atë kohë. Dhe mendoj se ndeshja e cila përcakton se me të vërtetë drita e ka fitu me merit ka qenë ajo Superkupa e Dhe ajo lojë e hapën në kon 2-1 fiton ajo kon lojë shumë e mirë. Prishtina ka lënë përsi nëse nuk ka vënë. Pjesa e parë Prishtina ka edhe godet shtyllën me e kanë posat sulmusin e Maqedonisë. Pikërisht ai na jep gollin. Aliovski. Jo. Allen Jasharovski. Ja rrok shtyllën 2 herë. Edhe është interesant. E kthejnë ju në pjesë dytë një lojë këtë ndryshe, këtë tjetër. Po është interesant. Haxhi Musa. Edhe Haxhi Musa e bën për 2-1. E dytë e gollin e parë mos gabofsha. Nuk më kujtohet. Nuk na kujtohet. Na është Haxhi Nezire. Fitore, kryesorja Ama pjesa e parë ka qenë wow, e Prishtinës. Po me dy pjesë u Prishtina edhe stadiumi i ri, renovuar stadiumi u është hera e parë që lumin ne në stadiumin Fadit Vokri. Kjo është edhe pjesa e parë ka 3-4 raste që shifsha orën apo kryet vjetë e parë. Inshallah kryet 1 apo 2-0, jo 3-4-0 se s'kemi mundësi. Edhe pastaj kur futemi në dhomat e zhveshjes, shpesh është ajo se çka u fol, se mirë thatë ju se është një fytyrë ke tjetër. Aty nuk u fol kur gjë hiç. Aty vetëm se lojtarët e cilët kanë pas detyrat për t'i bërë nuk i kanë bërë. Dhe ne kemi thonë, doni t'i bëni detyrat se si duhet. Është interesant tash, vimi me një stad ju thom lojtarëve që Prishtina mendon si drita, na mendojmë si Prishtina. Na u bënëm që me ardhen kryeqytet edhe tash ndihemi që jemi të paprekshëm. Do dalmi si në sfilat, ndërsa Prishtina ishte e egër për të na marrë neve Superkupën. Pastaj pjesa e dytë ishte fantastike, domethënë, edhe me futboll, edhe me gol, shikues edhe u kon panoramë shumë e mirë për futbollin tonë që ndeshje. Jo sa kon trener te Prishtina. Po, Mireli ka qenë. Edhe Prishtina ka pasur ekipën e mirë në atë. E morën ndritën pe ju. Jo, ndriti ka qenë me neve. Edhe vitin tjetër. Trajner pa dol pak te klubet tjera gjatë kohës të drita na kujtohet një rast, po nëse nuk gaboj ka qenë pjesën e parë, në kohën e parë trajner janë konë borxhet pa shlyme ndaj lojtarëve dhe kryesia ka kërkuar me bë fazën përgatitore jashtë shtetit, po ti s'ke pranu ke thonë lojtarëve borxh na me dal me bë fazë përgatitore. Na kujto pak këtë kohë se janë që përmenëm që kanë ikë shumë klubet, kanë vujtë se që atë kohë parët janë jep veç për vullnetit mirë. Shumë herë në dritë kemi sakrifiku, po e kemi di që është situata, nuk ka qenë e mirë, ne kemi kuptu edhe ata të cilët kanë dhënë mjetë. Po nuk mund të shkosh ti në pregaditje, knena të kesh borxhe, knena të kesh detyrimet të cilat ke edhe ndaj me edhe ndaj ekipës. Dhe unë vendosi them në qoftë se kryen disa obligime, vazhdojmë, në qoftë se nuk kryen, nuk hypin autobus. Dhe kjo ka qenë. Dhe unë plus çahun që unë i kuptoj disa njerëz të cilët janë për shumë vite afër, po te unë nuk mund të ofroj dikush që unë e njoh brenda një ditë edhe të më lyp një shërbim. Unë në qëfë se i bëj shërbim, dikuna i bëj dikon që e njof një kohë gjatë, dhe e kom parasysh këto. Dhe kjo ka qenë ajo pika ku kanë vazhduar pregaditjet, mu më kanë telefonuar, më kanë thonë, a vjen ku më thonë, a kanë kry obligime? Jo, nuk vjen në pregaditje. E shpesh komentohet kjo që unë nuk kom hyp në autobus, po unë absolutisht nuk kom shku as autobus, unë kom qëndru në banesën time dhe
nuk kam vazhduar. Dhe nga njerë në shumë klube ju më di keq për shkak tyne problemeve. Po, ndoshta këto na kanë bo edhe ma të fort neve si trener dhe po mësohesh më përballë me situata. Tash kur e kthen mbrapa i kupton disa gjëra, po nuk ka qenë për shembull që kum kërkuan të shkomi në përgatitje, për shembull, se pavarësisht që ndoshta aty mund të kamuflohet diçka, të krijohet po nuk është për ajo është e momentit. Nuk është jetë gjatë, se ti kthehesh prap mbrapa dhe ki probleme tjera. Po, prap mendoj se edhe mas me drita ka vazhdu me trenera dhe ka pas sukses dhe ka pas vazhdimsi, po unë i kam disa parime si trener të cilat, them drejtën, ndoshta unë penalizojnë, po ashtu jam i ndërtuar. Nuk mund t'i shoh disa gjana, jam transparent, unë ato të cilën e them sy, nuk e them të cilën diçka mbrapa shpinës, po e them që me marrë vesh dhe thonë për shembull si ty si ati tjetri se çashtu mendoj, mendim jam, unë mund me qenë i gabushëm, po nuk mendoj gabimisht, unë muj me gabu, po nuk mendoj, kështu që nga njëre edhe këto më penalizojnë dhe shumicën e klubeve kur ju thu gjanat në sy nuk jo konvenojnë, se gjithmonë dojnë mbështetje të cilat mas një kohë e shohin që nuk ju konvenojnë, po unë jam ashtu, jam i ndërtuar ashtu, nuk mund ndryshoj. Që nga ai titull me dritën, jene dhe mbet një trajneri vetëm nga Kosova që ka fitu titullin pas pranimit. Qysh që bën mundikja? Se ka fitu Doja, ka fitu Zeka, edhe tjertë nuk kanë fitu. Po, unë bën mundi mirë, njëkohësisht unë bën mundi edhe pak jo mirë, për shkak se unë besoj që klubet tona duhet t'i besojnë trajnerave vendor. Unë nuk kam asgjë për mu, gjithë janë kolegë të mirë, po në qovë se nga njerë mu se si më kanë ndërtu si trener, nga njerë shumë klube dhe evropiane i kanë ndërtu trenerët, i kanë bo edhe kampiona. Dhe këtu duhet të kesh durimin. Dhe kjo është reciproke, do më thonë një kryesi me eksperiencë, me përvoj, mund të ndërtojnë një trener edhe ta bëj kampion. Durimi të klubet për trener vendor mendoj se pak ekziston, edhe besimi, me thonë të drejtën. Dhe unë nuk du ta mohoj titujt të cilat i kanë marrë trenerat të cilat kanë punuar dhe nuk janë nga Kosova, absolutisht, po mendoj se krahas titujve të cilat i kanë fitu, të bomit të sinqert, pa modesti, kanë pas grupe dhe kanë pas mbështetjen. Për shkak se nuk mund të thuhet që edhe Ballkani s'ka pas grupin e lojtarëve dhe mbështetjen, pavarësisht që nuk diskutohet kontributi i trenerit, ai është parsor. Po, gjatë rrugës, kur ti ato të cilën e thash edhe unë ndrit, kum pas grupin mbështetjen, e thash në fillim edhe tifozët, të më thonë shumë faktorë ndikojnë për të ardhur. Po, edhe faktori i durimit që ne shqiptarët nuk e kemi, mungon të na. Edhe pastaj, bomi sinqert edhe thashet thome të cilat shumë ndikojnë. Po. Edhe ato shtyjnë që shumë trenerë vendor të penalizohen, po tash si cili duhet të ndërtohet në mënyrën e vetë. Po, thash, sa ndina i vlerësuar dhe i çmuar, për shkak se është një kohë e gjatë, ndi pak edhe atë fajin që nuk arritur edhe një trener vendor, se mendoj se ka shumë potencial. Edhe ka me pas dhe po shifmi do trenera të rritë të cilët janë të ardhur, unë mendoj se vetëm se duhet i mbështetur dhe duhet pasur durimin me ta, për ndryshe unë mendoj se do ta bartin fjalën kryesore mas 3-4 vite në futbollin e Kosovës. Bekim pas dritës kalove te Ballkani, po ato ke qëndruve 6 muaj. E ke lënë Ballkanin vendin e parë, domethënë pas sezonit vjeshtor, po pse ndodhi mu largu për një kohë kaq shkurt kur besoj që brenda objektivave kon se çka kanë pas objektiv tjetër. Ma shumë se me kon vend parë. Ose me kon gol për titull, se vi pari i dytin vjesht është njëjtë gati. Ballkani domethënë ka ardhur për një kohë që po në atë kohë kanë shumë një sezon më herët me nxi kam pështu. Erdhën 2 sezone më herët. Jo. Shkëmbi para me. Po shkëmbi, po, me të lashë kon çesi. Është interesant shumë gjana këtu i shtjellum edhe sot edhe unë asaj dite nuk i di pse jam larg. Me thonë, ato të cilën jo lyp një pimeje. Ndarje e parë sy e di. Asë nuk e di. Ka njerë kujtoj momentin, ka qenë kohë dhjetorit, ne kemi biseduar me kryesin, konkretisht me kryetarin e klubit, që se si do të organizohemi për sinorin e ardhshëm dhe brenda
të nesë s'ka qenë e premte, shton djelen u më thirë në një takim dhe thot kena vendos, kum po ondër, gjana, okej, e drejti tina është, ke vendos, po pse, nuk e di, po gjatë rrugës, them të drejten, unë jam shumë i drejt për drejt, edhe nuk kam qef kërkuj diçka mbrapa shpinës dhe nuk besoj që dikush ka pas atë qëllim ndaj meje për shkak se jeta dhe futbolli nganjëherë ki qef të denon kur don ti, po denon kur ti se pret. Dhe ndoshta në atë kohë nuk e kum thonë vetëm unë, pavarësisht që unë kum qenë shumë i rezervuar në deklarata dhe sot kam respekt edhe për kryesinë e Ballkanit, e cila është për shkak se kanë bërë një punë të jashtëzakonshme, kanë investuar me vite, ndoshta edhe ajo ka ndiku për shkak, po unë i kum treguar edhe në bisedat ku para arritjes së marrëveshjes që ne do të shpallemi kampion. Frika e Ballkanit në atë kohë ka qenë Drita dhe Xhilani. Ndërsa frika em nuk ka qenë ajo, se unë i kum njoh dy ekipe dhe ndoshta është hera e parë që Ballkani e mund Prishtinën në stadiumin e Prishtinës 0-1. Dhe ndeshja tjetër Prishtina vjen si kampion, mos gabojmë. Dhe ndeshjen tjetër prapë mundemi në Suarek. Me dritën barazojmë dhe prapë e mundemi dhe ne jemi në objektiva, domethënë me disa klube të cilat më herët kishin probleme, arrita të jemi na kompakt me to dhe mos të kemi vlerësimin apo respektin shumë të madh. Dhe erdha ajo ndarja gjatë që mas një kohë e dul shumë e qëllume, po me këmë realiste, dhe më thonë, në rrët morën një trenerit. Pagë bengo, amo. Tash rrezikun shpaguhet, po atë pyetje të cilët unë edhe sot jo, doja pa thonë, fillim kur e valmor meritat edhe për trajnerin që u konë edhe në kapru dhe Shko ka interesant për një ondër, u ko menu që si një marrë vesh për lejtarë. Jo. Politikat e klubit tonë zakonisht kam qef kur shkoj me një klub me ditë cilat janë politikat, se çka mendojnë ata, projektet. Dhe me thonë drejtën, në Ballkan kur i mulën, tash na jemi trenera. Ne mund të themi që në këto pozicione na duan 2-3 lojtarë që t'jemi pak ma komod, ma të rezervum. Une në atë kohë i këmë thonën kryetarët cilat janë prioritetet tuja. Kemi pas disa lojtarë të rinë atë kohë dhe këmë thonë për me arte dete titulli nuk mundemi shumë lojtarë. Edhe e ka qenë ide jemja, jo e tyne. Dhe në atë kohë kemi pas Albionin Ramanin, Albinin Berishën, Lindonin Emërlane dhe kemi pas një varë Halit Jaha, diçka. Kështu, më falë nëse shqiptaj gabimisht, po Lindonin me ty ka debutu. Gradualisht i kemi ndërtu ata. Jep njonit një ndeshje, se ekipa ka qenë e fort, më thonë, mos timi me emra, plus edhe prurjet e cilat i prorëm, në atë kohë dhe vetëm se o konfirmu që është ekip. Pastaj, normal, vjen treneri tjetër e ka ekipën, nuk pat shumë ndryshime, në atë kohë kishëm edhe futbol të jashtëzakonshëm. Kemi pas përmbysjet rezultateve, ju kujtohet goli Ermal Krasniqit kundër Prishtinës këto, edhe Solomoni sot që lun 2 golla kundër Dritës, dhe më thonën, kemi pas një ekip me shumë kvalitet, po krahas kvalitetit ne kemi ndërtu disa lojtarë sot që janë, ku janë? Në atë kohë, okej, ka pas hatërmbetje për shkak minutave të duhur të lojtarëve, po unë e komendu dhe unë e mendoj ashtu që kur një lojtar don të afirmosh, ati nuk duhet jepsh presion dhe barë, të tjerë duhet të mbajnë barën, ai duhet dalë të luaj dhe të afirmohë. Dhe kjo ka qenë, do me thonë, ato të cilën në Ballkan pastaj vjen presori dhe arrin ato sukseset të cilët jo vetëm Ballkani, për gjithë Kosova krenohet. Aktualisht te Malisheva, një ekip që nese neves na ka befasu shumë, se këna ditë që ka me ecë mirë, të e po edhe ekipin edhe punën tonë, po jeni vendin e dytë, jeni prapa Dritës 6 pikë me një futboll që po besoj këtë janë të e komentu për të mirë, edhe shkaku që ka shumë talenta
jashtëzakonshëm në ekipit që po ju japet hapësina. A ke prit këtë sukses me Malishevën? Të bëme real. Real, po. Nuk mund është ta pritësh për shkak se në fillim të kampionatit kur i shef investimet dhe objektivat e klubeve tjera, edhe nga njerë në futboll është përcaktuar edhe buxheti, ona financiare. Dhe po grupin të cilën ka pas Malisheva, vazhdimsinë, mos ta harrojmë një përvojë të vogël të cilën e patën në Evropë. Edhe aty po është disa shkëndija që ndoshta masa viteve të marrë një ekip. Dhe kjo ka qenë pikërisht pse unë kam shkuar në Malishev, për shumë ka qenë befasi, po për mu, unë mendoj se kam pas ato qëllimet, arsyet pse do të shkoj atje. Ju e tha që ka një grup, nuk diskutohet, ka një grup lojtarëve të jashtëzakonshëm. Unë disa i kam njoftur edhe më herët, për shkak se edhe te grup moshat e tjera të cilët i kam pas dhe kam pas besimin e ta, po edhe ata vetëm se filluan të konfirmohen një vit më herët, domethënë Bruti, Hazrollaj, Velio, edhe përvojën të cilën e bartnin edhe lojtarë të tjerë të cilën ishin aty, domethënë një grup shumë interesant, një grup ku vret në sytë e tyne që donë të arrijnë, të punojnë dhe ndoshta edhe unë mundohem në atë aspekt sa do pak të ndihmoj që këta ata të cilën e tham në fillim të emisionit që sa më shpejt të dalin dhe të luajnë larg Kosovës në ndonjë ekip evropiane. Kështu që një ekip ku ka shumë dëshirë, një ekip ku punon adrenalinja, marrin rreziqet, mos harrojmë se ndryshe një lojtar me eksperiencë sillen ndryshe në lojtar. Po kjo është ndoshta edhe pak mangësi te na që kemi pak eksperiencë, po jemi duke bërë mirë për momentin, munden edhe ma mirë, po prap duhet të qëndrohemi me këmbë në tokë, mendoj se futbolli di nganjëherë të jetë i paparashikueshëm, po mundohemi të i marrmi nën kontroll, po tham shumë lojtar që ndoshta edhe në të kaluarën nuk është prit aty kanë dalë, po me shohmi që Malisheva është një burim i talenteve dhe një klub i cili jep mundësi të rinjve të afirmohen dhe të dalin në sipërfaqe. Kështu që ju dini edhe në emisionin ju flitet se cilët kush dhe cilët janë për momentin, ata janë nën menaxhimin tim si trener dhe mendoj se është edhe kredi për mua që i kam edhe ata. Domethënë është kënaqësi që punoj me ata lojtarë të cilët besoj që një të afërt ata të dalin jashtë Kosovës. Përveç këtynëve të që i kinë menaxhim, them të Malisheva, cilët janë edhe disa lojtarë tjerë të Superligës, përveç domethënë Hazrollajt, Veliut, Gjylanit, Brutit, edhe disa të ri tjerë. Bunjaku mos harrojmë se Bunjaku është cilët janë edhe disa tjerë që e kanë potencialin e duhur me dalë te Kosova, unë stendet e Kosovës. Edhe i një prej kampionatit edhe më herët. Hiç këtyne, mendoj se te Prishtina Gallopeni është lojtari i cili vetëm se është afirmu. Demolli është një ndër tyne, po duhet të ndryshojë në botë kuptimet për të arritur nivele më të larta, se flas sa i kom pasur në te Unizeçi në grumbullime, edhe Berisha i cili është, edhe ato kemi pas në grumbullime, është Ajvazi i cili është në Ballkan, Gashiani, është Hasani, Tellapi, ka dhe emra tjerë, tash ndoshta edhe nuk më kujtohen, po Laurenti Gjilani, cilin e kemi pas dhe tash e kemi në klub, normal, ai ka qenë pjesë e këtyne shumë lojtar interesant. Është një lojtar i cili kërsh të bënë. Lun dy faza. Domethënë arrin ndihmoj ekipës në fazën defanzive dhe në fazën ofanzive është një lojtar i cili ka shumë cilësi, domethënë ka shumë kreativitet. Shumë kreativitet, çfarë po. Edhe pse kohën e fundit ka pas disa dëmtime, po ata të cilën e thash është lojtar shumë interesant i cili ka dalë në sipërfaqe. Po unë mendoj se duhet edhe klubet të cilat janë për qëllimet, të cilat kanë qëllimet, duhet t'i jepet
është mënyra më e mirë të zhvillohet një futbollist kur ka një grup të mirë. Në një grup ku ka presion, është vështirë del në sipërfaqe. Domethënë, është mundësi për shembull, tash unë thash nuk hinë në projektet, nuk hinë në politikat e klubeve se çka dojnë ata. Po nuk ka më mirë se kur është një klub i ndërtuar si Ballkani, ta ndërtoj edhe një lojtar të ri, t'i jap mundësinë. Domethënë Albinin kur kum qenë dritun e ku marrën në Evropë, Albin Krasniqi. Albin Krasniqi e kena marrë prej Ferizajt, mas një kohë e kena marrë Drilonin. Sot i shohim çfarë lojtar janë. Ata kanë mujtë edhe më herët të kenë mundësinë. Po tash normal, unë nuk duhet të hy në punë të menaxhimit trajnerëve në kush ka qenë atë kohë, po them, unë mendoj se ka potencial. Ka brum, po duhet pas guximin edhe durimin me ta. Këtu përmenden shumë emra trajnerët të cilët kanë pas guximin dhe japin mundësinë dhe ata mendoj se duhet vlerësuar. Për shkak se shumë që sot Lindonin e kemi te Aja, Albinin, e mos themi që mas një kohë të shkurt edhe si Brutja apo Hazrolla apo do të jenë pjesë e përfaqësuesës A. Cili është lojtari më i talentuar që ke stërvit? Hajde thuj 3 se mos ngushtohemi a 5. Sa do shtoj po cilët bën kështu përshtypje shumë edhe të ka bëu përshtypje shumë. Pe them, një lojtar i cili më ka bëu përshtypje kur kum luajt me ta, si lojtar, si Shpëtim Masani, ka qenë diçka e jashtëzakonshme. Ka pas lojtar, po ka qenë diçka kur e kum pas si ka vallëzu në fush, ka qenë diçka ku më thon unë ku kisha larg futbollit. Si lojtar. Pse kum pas shumë bashkëlojtar. Ndërsa si trajner thash më herët që ndoshta prej atyne që spritet si talent dhe të është Gjevdet Shabani, një lojtar i cili kur e shef në stërvitje dhe kur e shef në lojë është kjo diçka. Po, normal, tash mos t'i harrojmë sot Drilonin edhe Brutin, të cilët nga njerë lënë me kuptu që i kanë nga 30 vjetë. Më thonë, që kanë vetë besim, që kanë kvalitet, dhe që kanë potencial që, unë mendoj që topin, kër e kanë ata në kom duket ndryshe, se sa tjetë, se si tjera ta kenë. Dhe më thonë, kër e kanë ata në zotrim, thu topi është i vogël dhe këta e kanë lidhur për kombe. Ndërsa si të pasojnë të tjerë, më ndryshe është. Po, thash, ka pas shumë, këta muj për momentin, ndoshta mund t'i mbes dikujna në hak, po nuk diskutohet edhe grupin të cilin ka qenë të Ballkani, ka qenë shumë profesionist. Një grup me shumë karakter, po edhe grupin atë kohë të drita, po edhe me kalimin e kohës, po këta janë lojtarë të cilët them ndoshta edhe pjesa sulmuese më shumë më bën përshtypje. Kjo është. Trajner për fund, masi më herët e cekëm gjatë kohës sa ke qenë futbollist, nuk e arrit shu kushtimisht me lunë Evropë, nuk u konë shkrume me thonë kështu ma popullor, që a beson që në një të ardhme metafort kime qenë si trajner dikon të një skuadër evropiane. Po, në qoftë se nuk ki qëllime dhe ambicija, atëherë unë besoj që nuk duhet të merresh me profesion. Edhe qëllimi jam ka qenë prej fillimit, domethënë, po gradualisht, duke i marrën step by step ato të cilën e thomi, po nganjëherë edhe fati. Shumë është faktor fati, se si dhe ku je dhe në çfarë momenti gjendesh. Po normal, mendoj që në mas një kohë të jem dhe ndoshta mos të bona është si shumë gurmani i këtyne kërkesave për me qenë trener, po normal që pretendoj të jem dikon jashtë Kosovës, jo në rajon, po dikon më lart, po mbetet do t'ja lejmë kohës. Po normal, qëllimet tona këto do t'jenë, për shkak se nëse nuk i qëllime, besoj që sot do të ndalesh edhe zene e trenerit. Trener, faleminderit shumë për kohën që ke gjetë me qenë pjesë e Arena Yjo, podcastit tonë. Shpresojmë që
edhe një të ardhme tjetër, pasi të filloj me serinë e dytë të podcasteve të kemi përsëri, se po besoj që kemi edhe shumë sene tjera me thonë për karrierën, po edhe për sukseset. Edhe sidomos që për kemi çit pas, sezon, po. sidomos për çit sezon që të shku mirë edhe i kilon mbrapa klube si Ballkani, Llapi, Prishtina që janë më pretendentë se Malisheva. Do shta na kanë bo ata nderën, se janë në fond mirë, se si jemi na kaq nivel të lartë të mirë, po një përgëzoj për emisionin dhe ndoshta është emisioni i cili edhe vetë e ndjeki dhe keni pas musafir të ndryshëm dhe shumë interesant. Ndoshta unë nuk jam prej aty në interesant sa e kanë bo ata, unë jam pak maj matër, po thash ju përgëzoj dhe ishte kënaqësia jemi atje me juve dhe të ndoj këto momente pak të historisë time si futbollist, si trajner dhe rrjedhës në përgjithësi. Faleminderit shumë për ftesën. Shikus të nderuar, pa harruar ti falenderojmë sponsorët tanë Pro Transport, Munqa Solar, Patos, Dentfix dhe Lashko, shihemi në të shtunën e ardhshme. Faleminderit.